Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të largoni fryrjen dhe gazdrat brenda 1 minute, ja receta që bën mrekulli. E keni provuar ndonjëherë apo jo? Jeni të ulur në karriken e zyrës apo kudo tjetër dhe stomaku fillon të bëjë zhurmë pa u ndalur. Nuk jeni të sigurt nëse çdo njeri që keni afër i dëgjon në zhurma që të krijojnë në zorrët, por nuk e se çfarë të bësh për ta eliminuar këtë gjendje. Është një nga situatat më të sikletshme me të cilat mund të ndeshesh në publik, por çfarë mund të bësh? Fillimisht, ajo që është e sigurt është që fryrja e stomakut apo edhe zhurma që të krijojnë në zorrët nuk është shenjë urie. Është thjesht një aktivitet normal tretje. Është vetëm një mit që akoma besohet se kur stomaku fillon të bëjë zhurmë, je i uritur. Zhurma e cila vjen nga stomaku në të vërtetë është një sistemi shëndosh i cili funksionon në tretje. Kombinimi i ushqimeve dhe lëngjeve që shtyhen në traktin e zorrëve kalon përmes një procesi i cili quhet peristaltisë. Mënyra e të ushqyerit është diçka që mund ta shmangë këtë problem, por ekspertët e mjekësisë thonë se ka edhe të tjera. Mos ha vakte të rënda. Kur ha shumë, sistemi i tretës lodhet, ndaj edhe funksionon më ngadalë, duke i bërë gazdrat edhe më të shpeshta. Ha ngadalë dhe duke u përtypur. Gazdrat në stomak ndodhen edhe për shkak të ajrit që mbledhet gjatë procesit të shpejtë të ngrënies. Sa më shpejt e çon ushqimin në stomak, aq më shumë ajër thith nga jashtë dhe e dërgon brenda. Nëse ha ngadalë dhe duke u përtypur, atëherë gazdrat do të eliminohen ndjeshëm. Shmang ushqimet të cilat shkaktojnë gaz. Produktet ushqimore të cilat shkaktojnë gazdra duhen eliminuar për shkak se ato shtojnë problemet me stomakun. Po ashtu, nëse keni probleme të tilla, shmangni ushqimet si për shembull djathin dhe qumshtin, dardhat, brokolin, fasulet, ushqimet e shpejta dhe pijet me gaz, ose nëse të pëlqejnë, zgjidh gjithmonë një ilaç antigaz pas tyre. Ndërkohë, ec për disa minuta. Ecja apo ushtrimet gjithashtu ndihmojnë më shumë tretjen, ndaj edhe reduktojnë ndjeshëm problemet me stomakun tuaj. Përmirësoni tretjen në vetëm 15 minuta, sipas kësaj recete fantastike. Funksioni normal i sistemit tretës gjithashtu është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm, i cili është një faktor kyç për funksionimin e organizmit në tërësi. Kjo është arsyeja e rëndësishme se pse ju duhet që t'i kushtoni një vëmendje tepër të veçantë tretjes. Ne këtu do t'ju sjellim 3 ndihmës të cilët do ju ndihmojnë në fillimin e tretjes edhe më kokfort. Ujë të ngrohtë dhe limon. Sipas informacioneve ju duhet që të shtrydhni një lugë vaj ulliri, opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky ilaç shtëpiak për fillimin e tretjes është më mirë të konsumohet në mëngjes ose disa orë pas një vakti. Sodë buke dhe ujë të vakët. Përzieni gjysmë luge të vogël sodë buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej brezash si një aleat i tretjes, por është e rëndësishme të theksohet se ju duhet të përdorni vetëm sodë buke farmaceutike pa alumin, të cilën ju mund ta blini në farmaci. Receta nuk rekomandohet për ata të cilët vuajnë nga ulçera në stomak. Gjithashtu, sipas informacioneve, në qoftë se ju vuani nga fryrja e barkut dhe ju bezdis, këshillohen këto çajra. Fryrja e stomakut është irrituese dhe njëkohësisht e bezdisshme, veçanërisht në qoftë se ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste ato mund të jenë edhe simptom e ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe njëkohësisht ai largon fryrjet. Duhet ta pini me patjetër në darkë për të ngadalësuar të gjitha trazdirat në stomak.
Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 të gjethen energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse ju dëshironi, mund të shtoni mjalt ose limon. Në disa raste të tjera ju mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Sipas informacioneve, çaji me xhenxhefil, mjalt dhe njëkohësisht limon është shumë i mirë edhe kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit kanë aftësinë të qetësojnë zorrët dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zgjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë. Më pas shtoni aty mjalt dhe limon dhe mund ta pini para ose pas vakteve. Gjithashtu edhe çaji i kamomilit është mjaft i dobishëm, sidomos kundër fryrjeve dhe probleme të cilat lidhen pikërisht me tretjen dhe me urthin. Çajin ju mund ta shoqëroni edhe me mjalt ose lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe në zorr. Kungulli i verdhë është shumë i mirë kundër këtij problemi sepse eliminon fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zjerë ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje. Uji me limon. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin tretës ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon ju mund ta pini menjëherë sapo të zgjoheni për të patur një fillim sa më të mbar të ditës. Njëkohësisht këto janë ushqimet më të mira për të shmangur fryrjen tuaj të barkut. Ditët kur ju ndiheni të fryrë, sidomos në zonën e barkut, me siguri i kujtoni si shumë të sikletshme. Kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rroba do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtetë. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, ndaj ne ju sugjerojmë që ju të provoni këto metoda tërësisht natyrale të cilat do ju vinë juve në ndihmë për të larguar fryrjen. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe natyrale për të larguar këtë problem një herë e mirë është sigurisht kujdesi ndaj ushqimit. Ka disa ushqime të cilat e ndihmojnë trupin të kryejë si duhet tretjen e ushqimeve. Kastraveci. Kastraveci rekomandohet shumë pasi ai ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë ato jashtë për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryerjen e trupit dhe në nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi gjithashtu përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe tretjes së mirë. Probiotikët. Probiotikët të cilët gjenden tek kosi, gjithashtu qumshti apo djathi, ndihmojnë tretjen e mirë dhe nxjerrjen jashtë të toksinave të këqija nga trupi. Ndërkohë, konsumoni shumë erëza duke përfshirë xhinxherin, kanellën, borzilokun dhe rigonin, rozmarinën apo koprën sa më shumë në dietën tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.